si organi më i lartë i partisë për të përmbyllur një fazë të aktivitetit tonë udhëheqësit drejtues dhe për të filluar një fazë të re të fuqizimit të familjes sonë politike Nisma Social-Demokrate. Para se të them disa fjalë, më lejoni t'i falenderoj gjithë drejtuesit e partisë në nivel lokal e qendror, që deri më tani kanë pasur detyra udhëheqëse në drejtimin e organizimin, shtrijen dhe fuqizimin e partisë Nisma, mirënjohje dhe respekt për gjithë punën që kanë bënë mes të dy kovendeve. Falenderoj e të shpreh gjithë respektin tim për anëtarë dhe aktivistë, të cilët së bashku me drejtuesit e tyre lokale qendror, kemi zhvilluar për këto 4 vite betejat tona politike, kemi përmbushur vizionin tonë, jemi përpjekur për të implementuar programin tonë dhe kemi bërë gjithë angazhimin tonë për të qenë një zë i fuqishëm në skenën politike të Kosovës. Po përmbyllim këtë mandat për të filluar zgjedhjen e organeve të reja në këtë kovend, unë besoj në rrethana jo të vështira, jo të lehta, secilin nga ju, më shumë se kur ka pas sfidë të 4 vitet kaluara. Nuk ka qenë lehtë me qenë antar i Nismës Social-Demokrate. Ka qenë lehtë me qenë drejtues lokal i Nismës Social-Demokrate. Jemi sfiduar, ashtu siç është sfiduar Kosova. Falë vendosmërisë, falë gatishmërisë, qëndrueshmërisë dhe rrugës sonë të drejtë. Ne kemi vazhduar në skenën tonë politike, të luajmë rolin tonë dhe zërin tonë, pavarësisht që para 4 viteve ne nuk kemi qenë në parlament, dhe kjo strukturë të që sot ka qenë bartëse për të mbajtur gjallë shpirtin e Nismës Social-Demokrate edhe jashtë parlamentit. Ne vazhduam e angazhuam për qenë zëri i njerëzve tanë, atyre që ne besojnë. Ne besojmë që duke qenë zëri i fuqishëm si organizim politik, kemi shërbyer, kemi ngritur tema, çështje, kemi dhënë zah problemeve, sfidave me të cilat do të ballafaqohet vendi në Kosovë, edhe në nivel lokal edhe në nivel qendror. Ka këtu plot këshilltarë, asamblesë, drejtorë, kryetarë komunesh, siç janë kryetari i Malishevës, të cilët u angazhuan edhe pas zgjedhjeve parlamentare të 2021-s në zgjedhjet lokale. Nisma Social-Demokrate është, po thënë, në gjitha asambletë komunale, me këshilltarët e saj. Dhe dua të shpreh gjithashtu mirënjohjen për gjithë ata, asamblesë, drejtorë e kryetarin e komunës për angazhimin e tyre që kanë pasur tash 4 vite në implementimin e programit të Nismës Social-Demokrate. Ne vijmë në këtë kovend të nderuar delegat, siç thash, falë qëndrueshmërisë, vendosmërisë, angazhimit tonë të përbashkët, me kënaqësi vim para delegatëve për t'ju thënë që kjo strukturë dhe këta njerëz e kanë rikthyer Nismën në Parlamentin e Kosovës, dhe kjo është parë punës dhe angazhimit tuaj. Nisma u kthye në Parlament falë një punë të jashtëzakonshme, falë qëndrueshmërisë dhe vendosmërisë së pesnikërisë tonë të përbashkët, duke besuar në ato vlera në mënyrë të pandalshme, kaluam sfida, siç thash, e vështirësi, por ja ku jemi sot. Ne së bashku futëm në një betejën e zgjedhjeve të kaluara të përgjithshme, dhe sot Nisma Social-Demokrate përfaqësohet në Parlamentin e Kosovës me 3 deputet, me 2 zonë të nderuara Arbreshën e Gjeven dhe unë si kryetari i partisë, e që do të vazhdojmë me punojmë për ta rikthyer e për ta ngritur zërin e Nismës në Parlamentin e Kosovës, për të vazhduar e luftuar për ato që ne besojmë, për programin tonë, për vizionin tonë, për idetë tona, për ato që dikur ne nuk ka pas zonë 4 vite të kaluara, tani po kthehet zëri i Nismës në Parlamentin e Kosovës dhe ju siguroj që ne do të vazhdojmë fuqishëm ato që ju e dini, programin tonë, idetë tonë dhe vizionin tonë ta bëjmë edhe më të fuqishëm Parlamentin e Kosovës kudo që na jepet rast. Të nderuar delegat, ashtu si Nisma si grup politik, unë besoj vetë Kosova është duke kaluar një sfidë të madhe. Nga viti 2011, Republika e Kosovës është në gjendje të keqe. Që nga dalja e raportit të martit, Kosova ka shëgjeta Kosovës dhe hapësira e saj ju ka ngushtuar. Pak kush e ka pa këtë në 2011. Nga 2011 e në vazhdimsi, nga pak e sigurt kemi humbur hapësirën e manevrimit, të konsolidimit dhe forcimit të shtetit brenda nesh, po edhe kemi humbur dhe hapësirat në arenën ndërkombëtare.
Fatkeqësisht, pak kush e ka pasur seriozitetin e atyre zhvillimeve 10 vite më parë, e më tepër se 10 vite. Dal nga dal, Kosova nga një moment kulmor, ku mas ishte shpatur si shteti i pavarur, pas një fillimi të bumit të zhvillimit ekonomik të viteve 2008-2011, pas realizimit të projekte gjigante të papara deri atëherë në Kosovë, Kosova mori një drejtim të duhur të fuqizimit, dinamizimit e të mobilizimit ekonomik të ringritjes së vet, për çdo vendin e vet në arenën ndërkombëtare dhe rajonale. Entuziazmi, frymëzimi dhe mobilizimi qytetar dhe shtetëror ishte jashtëzakonshëm. Filloi ndërtimi nga zero institucioneve shtetërore të një vendi të pavarur të riqësisht të Kosovës. Pas ndërtimit të këtyre institucioneve filloi ndërtimi ekonomik dhe zhvillimi ekonomik i vendit tonë. Nuk ishin parë ato iniciativa aso dinamike punës askund në rajon. Gjithë rajoni kishte cili Kosovës së 3 vitet e para për zhvillimin ekonomik. Ne ecni me hapat gjigant në projekte të mëdha. Ne ishim të uritur për të ndërtuar vendin tonë. Ne me shumë entuziazëm, me shumë dëshirë, kishim pritur momentin kur do të kena mundësi ta forcojmë zhvillimin atë në Kosovë. Ne falenderojmë Zotin dhe mundësinë dhe atyre burrave gra që kishin dhënë jetë për Kosovën për të na dhënë mundësinë për ta ngritur atë në Kosovë. Prandaj edhe filluan projekte të mëdha gjigante. Kosova kishte dalë nga një luftë e shkatëruar, e rënuar. Kosova, në fakt, ishte një vend edhe ashtu tërësisht i prapambetur, pa infrastrukturë publike, pa shkolla, pa ujë, pa kanalizime, pa rrugë, pa asgjë në fakt. Ne e prodhinëm duart dhe filluam që nga zera të rindërtoj vendin tonë. Siç thash më herët, filluam me projekte gjigante, të jashtëzakonshme, të pa imagjinueshme në një kohë që Kosova mund t'i bëjë. Filluam me projektin e autostradave, filluam me projektin e kthimit Kosovës nga një vend rural e izoluar, me fshatat e izoluar, me qytetet e izoluar. Infrastruktura rrugore, infrastruktura kanalizime në Kosovë, kjo ishte e panjohur pothuajse. Fshatrat e tëra ishin të izoluara dhe nuk kishin komunikim me qendrën e tyre komunale. Kështu ishte Kosova. 92% e fshatrat të Republikës Kosovës nuk kanë qenë të lidhura me komunën e tyre, me qytetin e tyre, me rrugë asfaltuara. Dikur 97.6% e fshatrat të Kosovës nuk kanë ditë çka është kanalizimi dhe infrastruktura e ujësisë. Çdo gjë deri atë çka ka pasur Kosova ka pasur rreth qyteteve. Ndërsa në fshatra ka mundur në një rast të veçantë përmes iniciativave private. Pasnjëherë nuk ka pasur një investim publik. Ne këtë gjendje e morëm Kosovën. Kosova ishte fundit nga infrastruktura publike në Evropë. Dhe nga kjo situatë, ne përvelëm punës dhe në shumë detyrë vetit parësore për ta rindërtuar, rikthyer e urbanizuar Kosovën, jo vetëm qytetet, por Kosovën si tërësi në fshat. Ne bëm para vetes detyrën tonë që pothuajse çdo fshat e Republikës Kosovës që ka më shumë se 50 familje do të lidhet me rrugë të asfaltuara me komunën e tyre. Në 2008, kur ne morëm përgjegjësinë, ishte Kosova kishte 1400 km rrugë nga viti 1944 deri në 2007. Vetëm 1400 km rrugë të asfaltuara. Nga 2008 dhe 2011, me angazhim të fuqishëm, mbas atij entuziazmit të shpalljes së pavarësisë, ne arritëm që në infrastrukturën rurale, në fshatrat e Kosovës, nga gjitha qytetet e Kosovës, nga Llapi e Denistok, nga Istoki në Dragash, nga Dragashi në Hantelezit, nga Hani e Lezit në Zveçan, e Leposaviq, ndërtuam për 2 vite gjysmë 1206 km rrugë dhe ndërtuam autostradën dhe hyrje dalje dhe autostradën e DNP-s, Mitrovicës dhe mbi gjitha autostradën e kombit që përfundimisht lidh Kosovën me Shqipërinë. Pronada këto si hyrje të nderuar delegatë të cilat ju i dini po për thënë, krejt entuziazëm dhe 2011 dhe pastaj gjërat fillojnë të përkeqësohen. 2011, mas raportit dhe dikmartit, situata vjen duke ndryshuar. Kosova dhe hub mundësinë fillon të hub mundësinë në bashkëpunimet rajonale. E deri me tani. Tani e dim se çfarë gjendje është vendi ynë. Kështu ka kaluar edhe nisma socialdemokrate tash 11 vite. Ne po futim në vitin e 12 të ekzistencës sonë politike. Me ju bashkë kemi rrugtuar si parti, jemi munduar të rrugtojmë bashkë me Kosovën.
Nisma me hallet e saj i ka identifikuar dhe ka pasi hallet Kosovës. Tash 12 vite kemi ngritur zërin për ato që ka nevojë e shqetësohet vendi ynë Kosova. Prandaj edhe jemi këtu në skenë politike. Prandaj e kemi konsistencën tonë politike. Prandaj, pavarësisht vështirësive, ngritjeve, zbritjeve, prandaj është edhe rikthimi jo. Ne sot jemi deputet e Parlamentit Kosovës, dhe nisma në Parlament, falë votuesit e nismës socialdemokrate, falë juve, ju të gjithë që ke bëni punë të jashtëzakonshme. Për hir të aspektit formal, kush është kundër? Kush abstenon? Pra me unanimitet të plot, pas një vot kundër dhe pas një vot abstenim, kryetari i deri djeshëm, themelues dhe kryetari jashtëm, zgjidhet Fatmir Limaj. Njëri që t'ju falenderoj gjithëve për besimin që për 4 vitet e ardhshme të jem në krye të nismës socialdemokrate. Aja që në pikat shkurta duhet të them, i siguroj që do të vazhdoj bashkë me ju të kultivojmë e të paraqesim këtë vizion tonë politik, i cili ka për qëllim mbi gjitha të shërbej forcimit të shtetit Kosovës, të bashkoj shoqërinë kosovare. Ide e vizione politike që ofrojnë njerëzit. Do të kontriboj e do të japim kontribut në emër të tuaj, të nismës, që në skenën politike e publikit Kosovës, të jap kontributin dhe përvojën time politike për të zgjidhur probleme, për të hapur bisedime e dialog. Të gjitha këtu në funksion të forcimit të shtetit Kosovës.